8 të burgosur politik në Mbretërinë e Bashkuar, të akuzuar për lidhje me grupin e ndaluar Palestine Action, ka nisur një grevurie pa fat. Në mesin e tyre është edhe Teuta Hoxha, aktivistja me origjinë shqiptare. Teuta ndodhet në paraburgim që prej nëntorit të vitit 2024, në akuza se ka qenë e përfshirë në një aksion që shkaktoi mbi 1 milion paund dëme në qendrën kërkimore të kompanisë izraelite të armëve Elbit Systems. Më herët aktivistja mori pjesë në një protestë kundër furnizimit të Izraelit me armë nga qeveria britanike, duke bllokuar hyrjen e selisë së Elbit në Bristol. Pas refuzimit të ushqimit për gati 7 javë, gjendja shëndetësore e Teutës dhe aktivistëve të tjerë është tejet kritike. Më shumë se 800 profesionistë të shëndetësisë kanë paralajmëruar qeverinë e Keir Starmer se pa ndërhyrje urgjente, ekziston një rrezik real që të rinj të vdesin në burg. Aktivistët ndodhen në paraburgim pa u gjykuar prej më shumë se një viti, duke të i kaluar kufirin standard prej 6 muajsh për paraburgim. Të burgosurit thonë se greva orisë është mjeti i tyre i fundit për të protestuar kundër paraburgimit të zgjatur dhe trajtimit të tyre si terrorist. Prekujtojmë se në korrik të këtij viti Mbretëria e Bashkuar e klasifikoi Palestine Action si organizatë terroriste.